Në Kuvendin e Shqipërisë, deputeti i Partisë Demokratike të Lushnjës, Sajmir Korreshi, në fjalën e tij foli për gjendjen e Lushnjës, sidomos 10 ditët e fundit, për shkak të aromës së rëndë nga bërësitë e ullirit dhe kanalet e papastruara, të cilat e kanë bërë të pamundur jetesën normale për qytetarët. Ju dërgoj selam nga Lushnja, e cila ka kaq ditë, ka gati 10 ditët e fundit s'po ja ndan fare o kryetare, po ka mbi 3-4 vite që vjen era bërësi ulliri. U të merruan lushnjarët dhe nuk ka shans njeri dalit pi do t'i kafe. Më falo kryetare se do t'a shtur pak fjalorin, pa jo vjen si era e pordhës plevitosur. E shtur këtë, sepse kur nuk keni... Dakor, pikërisht të bëra le, por për një motiv. Kur ju nuk keni respekt për lushnjarët, fjala ime në parlament do të shthure, sepse nuk ka mundësi, keni një dëshmitar këtu, sa herë që vishë Taulandi drejtues thoshin kemi e ka Taulandi, sa herë tani është Belinda e ka Belinda, e ka kjo ministra tjetër e mjedisit. Por ka mundësi të vitamifikojnë një këtë erën të rri një njeri gjysore në Lushnjë? Si ka mundësi e kajtë fort që e kanë këta njerës? Sa du të me helmu gjithë qytetit? Ashtu si që janë kanalet, sot ndërgojnë nga to është gzi, selam prap, se nesër do vetë delegumja dhe po digjen kanalet, kalamat e kanaleve. Këtu kam projekt vendimin e buxhetit bashkis, 200 milion të re, ose 2 miliard vjetra kanë lënë këta të martur nga 2024. Ku 1 miliard, ose 10 miliard të vjetra, këta e kanë vetëm për rroga. Me 700 milion, ose me 70 milion lek pastrojnë gjithë kanalet e Lushnjës, ku gjithë buqit mos të vi më herë atë kërm, si që vjen në për kanalet tonë dhe janë papastrura. Gjithashtu një tjetër shqetësim që deputeti Korreshi ngriti ishte përdorimi i pesticideve të palejueshme, që po dëmtojnë sigurinë ushqimore dhe shëndetin e qytetarëve. Ai e quajti këtë një emergjencë kombëtare dhe kërkoi që qeveria të marrë masa për të zgjidhur këtë problem. 35 pesticide të palejueshme, ku është cënuar fort siguria ushqimore nderuar miq të ato që ham. Dhe këto nuk i sjellin ata bujqërit tonë. Jo, i blejnë të ata që ka licencuar kjo qeveri dhe që futet të këto dogana. Këto pesticide që në ham dhe po në jabë në është bërë kanceri, sigur me qenë viroz, sigur me qenë grip. Ja, kjo është emergjenca kombëtare dhe këtë duhet zgjidhni. Lushnjës i hiqni kundërbimin se mytët